ku këto 3 objektiva janë të përtekuara mirë, mujnë me pas një ndikim të jashtëzakonshëm jo vetëm në paqen atje, por edhe në krejt botën, sepse do të ketë një ndikim të menjëhershëm në çmimet e naftës, po shihet disa të shtana dhe shkon çmimi i naftës sepse nuk kalojnë fuqitë me barrela, me naftë. Tash çka do të ndodh nëse e kem këtë marrëveshje, nëse nënshkruhet, atëherë ngushtica e Hormuzit është e paraportë që të kthehet në gjendjen para luftës brenda afatit 30 ditësh. Me largimin e Emirateve të Bashkuara të Arabe nga OPEC-u dhe paralajmërimet e tyre se do të rrisin prodhimin për 1.5 milion fuqi, me ristrukturimin në Venezuelë, me rritjen e eksportit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të LNG-s, të gazit dhe të naftës, ne mujmë me pas një periudhë ku ndoshta kur ma lirë nuk do t'jetë nafta se sa që do t'jetë në periudhën e ardhshme 16 muaj deri në vjet. Deri në 6 muaj deri në vjet mund t'jetë nafta më e lirë se ka qenë ndonjëherë. Po, bile sipas agjencionit për energji të OKB-s është e paraparë që në vitin 2027 të ketë një tepërisë të madhe të naftës në tregjet botërore, që kjo nuk kupton që do të bien çmimet shumë. Pra, sepse ka pas zhvillime të jashtëzakonshme kur është në pyetje nafta, sidomos zbulimet amerikane në teknologjinë më të re, ku përpara kur e kanë bë shpimin për naftë, e kanë bë vetëm në formë vertikale. Gjatë kohës sa ka qenë Obama, dikon, atëherë kanë ardhur një teknologji e re, ku mujnë me bë shpimin edhe në mënyrë horizontale, e Amerika ka rezerva të jashtëzakonshme të naftës dhe të gazit në përshkëmbëj. Shale oil, që po i thonë, është buy again një shale oil revolution. Dhe shtetet kjo ka bë, urna? Është fracking, çaj procesi i nxjerrjes. Po tash kjo s'ka fracking, që është mi botë në klin diku. Nuk e di, po këto po flasën për 2 procese këtë ndryshme që janë edhe që e kanë mundësu Shtetet e Bashkuara të Amerikës me nxjerrë sasi të jashtëzakonshme të naftës dhe të gazit. Kjo ka bërë që në vitin 2016 me fillu me shit LNG. Në vitin 2019 për shembull Amerika ka qenë vendi i tretë në botë si prodhuesi naftës, kurse edhe importuesi më i madh i naftës. Ta Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 13.8 milion fuqi janë prodhuesi më i madh i naftës dhe gazit në botë dhe kanë konceptin nga pavarësia energjetike, po e kthejnë në koncept të dominimit energjetik në botë, ku energjia nuk është më mall. Energjia është instrument i ndikimit, influencës dhe këtë po e shohim edhe ne, këto që ka po ndodhë me lidhjen me gazin amerikan apo me gazin e alatëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është pjesë e strategjisë së njëjtë. Është pjesë e strategjisë dhe është doktrinë ekonomike që ka përtekuar dhe ka forcu shumë prej që ka ardhur Trump. Për shembull, kështu ngushtica që ka ndodhur në Panama, ngushticën e Panamas e kanë eliminuar tërësisht Kinën. Ja kanë prish krejt marrëveshjet që i ka pas Panamaja me Kinën në vitin 2017 për ndërprerje të marrëdhënieve me Tajvanin. Ka marrë pako të madhe ekonomike, ja kanë dalë pakon ekonomike, Red Belt Aid, o quajtur programi me kinez, i ka vendos bizneset që kanë qenë të Hong Kongut të ngushtica e Panamas, këtë i ka largu. Domethënë, kudo që ka ngushtica, kudo që ka të bëjë diçka me energji, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të vendosur në kontroll plot dhe janë të vendosur një dominim total në sferën e energjisë. Dhe edhe lufta në Iran e ka ky është po del që ka qenë elementi më i rëndësishëm është sigurimi i zhvillimeve energjetike kudo në botë, e që atje mundet me ndiku shumë sepse dihet se. Edhe pse mund të diskutojmë se apo a ka qenë ky qëllimi fillestar apo se është edhe një pjesë e debatit që vlerësohet se ishin shtyrë nga Izraeli, mas të madhe, që të intervenonin duke pas informata se shpejti do të ndryshoj edhe regjimi, se populata është e gatshme që të përkra një udhëheqje të re. Kur e kanë, me këtë do të kaloj edhe të zotë. Një vit përpara, kështë është konfirmu nga Agjencioni i Energjisë Atomike, se Irani i ka 46 kg uranium të pasuruar në 60%, dhe e ponë se për 60%, kur e mbërrin uraniumin e pasuruar në 60%, për 2-3 javë e mbërrin në 10%, dhe aty mundesh me i prodhu nën armë bërthamore.
atëherë është ditë, më thonë po flasëm për maj të 2025-ës, është ditë që nuk e lejojnë dhe është ditë që do të ketë luftë. Po, kishte një intervenim fillestar. A është për interesat e Izraelit? Po, sepse targeti parë në Irani me bombë bërthamore pritet me konë Izraeli. Dhe në këtë mënyrë nuk ka mujtë as Shtetet e Bashkuara të Amerikës me u shmangë ndikimit dhe involvimit në një proces, sepse 46 kg i prodhon në armë bërthamore, dhe ata e kanë pranu, dhe më thonë ka qenë vetëm çështje e javëve me mbërrinë 10%. Dhe pas të erdhën ato bombardimet, dhe elementi Izrael është jashtëzakonisht i rëndësishëm, dhe kjo luan shumë rol në intervenimin amerikan, por po shihet se energjia është po duket jetë shumë e rëndësishme se sa vetë Izraeli, me vetë faktin që Amerikanë po thënë që të bojmë në këtë marrëveshje në tërhiqme dhe kërkon nga Izraeli që të përmbahet. Zoti Xherka, a kemi edhe shifra sa ka kushtuar deri tash intervenimi i SBA-s në Iran, se është edhe pjesa tjetër e debatit që vlerësojnë se një pjesë bukur e madhe e pa parashikuar e shpenzimit të armatimit dhe kapacitetet ushtarake të SBA-s janë shpenzuar në Iran. Diku $2 miliard ka kushtu dita për krejt periudhën sa ka pasë sulme mbi Iran. Po ma shqetësuese nuk është fakti i çmimit, sa është fakti i pajisjeve që janë përdorë, edhe raketave që janë gjujt. Dhe më thonë, sistemi Patriot që prodhohet për një kompanije shumë të madhe, atje Lockheed Martin, prodhon diku 600 raketa të sistemit në vit. Gjatë periudhës luftës në Iran, janë përdorë diku 2000 raketa. Pra problemi kryesor është stoku i raketave Patriot që e ka momentalisht Amerika. Dhe koha që kërkohet për të prodhuar të rejat, krahasuar me prezet të rejat. Kjo është pjesa nështë ma shqetësuese momentalisht edhe në Amerikë. Tjetër që ka duhet me pas parasysh është edhe kostë e këtyre raketave edhe që ka kanë targetu edhe që ka kanë rëzu këtu raketa e që janë drën, kryesisht drën Shahed që kushtojnë në prodhem janë diku $2000 për drën. Unë menoj që ka qenë... një raket që kushton... 2 milion... me një $2000. Përdoret për me rëzu një drën $2000. Në dhonë, kostë është jashtëzakonisht e madhe. Për këtë arsye, edhe 16 bazat kryesore në atë zonë, dhe me thonë, Amerikane janë të dëmtume shumë. Në Oman, në Arabi, gjithande janë të dëmtume jashtëzakonisht shumë, ka vende ku janë gati të shkatruar krejt. Dhe me thonë, momentalisht, pozicionet Amerikane atje, janë në një pikë ku nuk kanë qenë kur ma herët. Unë besoj që ka qenë në një lexim... Ku s'kanë qenë me herët për shkak të dopsisë. Gjithsesi për shkak të dopsimit. Unë menoj që ka qenë një lexim i gabum i qeverisë amerikane dhe i presidentit Trump, për shkak se atje regjimi vetëm pa të fillu me u dopsu jashtëzakonisht shumë. Protestat e mëdha atje, Hamenei në moshë të shtyer, aty veç pritej me ndodhë një revolucion i madh. Kjo e ka shty Izraelin gjithsesi me bo sa ma shumë trysni të Amerika që me i fillu këto sulme edhe përmes këto në sulmeve me ajop kështu shkelmin e fundit këti regjimi. Po ajo që ndodhe është komplet e kundërta, sepse tash regjimi nuk është të kontrollu prej presidentit, ose prej Ajatullahut, tash kontrollohet prej gardës revolucionare. E duhet me pas parasysh që garda revolucionare atje tashmon është edhe autoriteti kryesor i cili kontrollon gjithçka. Garda revolucionare atje është ndarë në 31 zonë që quhet Mosaic Doctrine,